Sonte u pom prap në një emision, po pak ma ndryshe se javë tjera, i kam një 3 mësafir që njonin e kum pas ma herët, 2 kum pas fakt ma herët, njonin kur, po sonte i kum bo 3 bashk, që kena me fol gjatë për projekte shumë interesante, me njerëz që janë të e bo një punë fantastike në vendin tonë, e që na kemë obligimi për këto krejt, se është projekt madhore dhe nuk është projekt personal, po është projekt i historisë këti vendi. Sonte me mu për nisi për i vajzave, Ariola Demiri, njëna prej aktoreve më dashna shqiptare. Sonte na vjen jo për Tropojës, po për i Prishtinës, ma shumë po më doget u po tash Prishtina Like, po me gjenez në Malësit Gjakovës. Me mu sonte edhe Isak Neziri, një bashkëdhetari juni që kur nuk unal, që thojmë në shqiptarë kur trupi rahat si po për këtë vend, co para i shkreti, sa në Gjermani, sa në Prishtinë, sa në Drenit, sa e shohemi në Kaçanik, sa në Podujevë, këtë cepet e Kosovës. E bëj me shumë qef këtë punë. E di që e ban me shumë qef, po e di që edhe loha shka pak po haloje i fort, nuk je tu dërzu. Kem shumë punë me boshtet që lodhja nuk ka vend momentalisht tek një. Regjizor sonte me neve Faton Bayraktari. Faton mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Fatonin e kam për herë të parë dhe këta regjizorët kamera ka pak me i shoshit se kur dalin të rëngë të janë kogja kështu brutal thojnë të në Gjermani. Lodhin të nxjerrin shpirtin, po janë të mirë, janë se dojmë me pa mas mirë të mundshme. Kur the për herë të parë, problemin më të madh e kemi dalë para kamerës. E vërtet. Puna jonë është mas kamerës dhe E vërtet. ata që dojna me thonë, fakt zakonisht e provojmë me thonë përmes kamerës dhe aktorëve krejt asaj atmosferës. Po besoj që kur jeni para kamerës ju, ja dini ma shumë aktorëve. Atë farë presionin se kogja si para armës o para kamerës. Pa i krejt jena të filmi, krejt jena të sfidun një farë mënyrë. Edhe aktorët edhe gjithë sektorët e filmit janë qashto. Filmi është pa kompleks vetë. E vërtet. Edhe puna jonë këtë rast është qashto. Me najtë mi pa qysh përshkojnë punët e tjera. Dojna me hit drejt në temë, se e kemi këtu një nonë dhe një vajzë, një statuj, konkretisht kështu që peshomi, në tavolinë, bëhet fjalë për Kangjelet. Unë e di pak historinë, po kësha pas që për regjizorit, edhe prej Ariolës, me na spjegu pak për çka po bëhet fjalë, edhe cili është projekti që sot na ka bë bashkë. Faleminderit. Kjo puna më e vështirë është që kjo me spjegu, sikur e thash më herët, me fjale, jo me fotografi ose me xhirime. Po, Kangjelat, kjo është një statuj, në fakt që është integruar brenda një filmit, cilin e kem proces, është afër përfundimit, kam vetë një pjesë e vogël, edhe është një historie që është e bazuar në një histori vërtet, që ka ndodhur dikon në Kosovë. Flitet për një nanë dhe dy binjakët e posalinduna, pasaj nane, cilat lufta i ndanë dhe bashkohen mas shumë viteve në Kosovë, të rritun atash përmes një koncertit që ato performojnë në atë koncert. Konkretisht e kem nis bashkë me Ilir Shaqirin, këngëtarin. Respekt. E kom dëgju fillimisht historin, ma nejna e kom lexu një punim tina, një roman që ka punu në atë kohë. Edhe e veçanta e sajna, kur kom rritë kjo historie, jam nalë edhe kom thirë për kafe, thash Ilir, kjo është interesante dhe është shumë prekse. Kisha pas qef me zhvillu ma shumë me bo film. Edhe, do me thonë, jena pajtu, kena punu gjatë, në shumë vite, kena ardhur një përfundim të skenarit, është përkrapi qendrës kinematografike të Kosovës, me një buxhet afërsisht 50% buxhetit të përgjithshëm të filmit, edhe tash jem proces për me provu me realizu me të krejt. Faton, a ka mundësi me na spjegu pak ma kështu, pak ma mbrapa më këthy, ku ka ndodhur ngjarja? Ngjarja në film nuk thuhet ku ka ndodhur dikun në Kosovë. Kështu realisht ku ka ndodhur, për te filmit? Në fakt, si shdash nështë ta me thonë, Okej. ka ndodhur në Kosovë, Okej. bëhet fjalë për kohën e luftës, edhe në fakt është masakra i Zbicës. Masakra i Zbicës. Masakra i Zbicës. Mhm. Edhe mas masakrës, qysh ka ndodhur atëherë ato tragjedit, masakra, atëherë ushtria e policisë sërbë shka e në kanë, e kanë kriju
një kolonë gjatë me gra, me fëmijë, me të mbjetun, edhe ka nisë me i depërtu Me depërtu. me që unë Shqipni. Në fakt, në mesin e që atyne njerëzve, grave, fëmijëve, pleqve, ka qëllu edhe gruaja që po flasim tash. Personazh. Edhe një moment ka ardhur puna me kalu një lëmë. Do me thonë, kanë kalu, do i kanë rëmby lumi, së ne kanë kalu. Në fakt, pjesë që rëmben lumi është edhe nona. Nona shtatzanës, në fund shtatzanisë. Tash e merr rrjedha lumit edhe bjen një pozicion dikun afër bregut. Në fakt, i nimojnë 2 plaka me dalin në breg edhe me lind ajo. Qëtë atmosferë, qëtë situatë. Po, qëtë ngjarjen, qëtë I lind 2 binjake, 2 qika. Edhe në atë moment vjen një tank, do më thonë nëse është të ndjek tanku, vjen një tank, krijohet atmosferë e tillë që kjo më rrin me marrë njën në bebë që e ka lind, e më shtjell me një farshamia, një diçka që e ka afër, edhe niset një drejtim në përmal, largohet. po. Prej asaj atmosfere. Ngjarjes edhe Kurse vendues. beba tjetër i metet 2 plakave tjera, plakave që një mund me Ndahen 2 motrat. ndahen tash. Do me thonë, jona i metet plakave, Po. shefen e mbreg të lumit, kalon tanku, pështojnë. A e ka ditë nona që i ka pështu vajza tjetër apo s'ka pas informacion? No, nuk e din. Nuk e As ka ditë? nona, Nuk e din fakt. Tash ndahen, momenti është kur ndahen dy binjakët. Plakat e marrin dytën, nisën i drejtim edhe ato s'din ku janë të shku, po largohen prej atij venit, nalen nëfër një lisit, edhe shka është interesant, derisa kryhet lufta, 2 muaj e 2-13 ditë kanë mbjetu. Ju shka një dhije, mjelin dhinë, i dhonë shumë shdis, këpurdha, domis, regjene për katon, edhe kanë mbjetu. Do me thonë, plakat që e kanë një mulindjes. Për fat keq, gruaja që i lindi, nona tash vdes. Vdes mas gjakderdhjes e sfidave të mas lindjes. Edhe është një moment kur janë t'ju largu edhe organizatat e kombeve të bashkuar e tjera që u patën botire mas bombardimeve, fillimit bombardimeve të NATO-s. Edhe qëllon një kërë pres, një gazetarve, e shohin fillimisht e njën klithmat e bebes, e shohin gjakun, nonën, nalen edhe e konfirmojnë që ajo ka vdek, e marrin beben, i dhonë ndim parë. Fillimisht ata nisën për me shku dikon ai kryq të koq, ose me të paktën me largu prej atij venit, po ajo gruaja që e merr përfundon në Kanadë, edhe rrit beben. Në Kanadë përfundon. Në Kanadë. 20 vjet mas luftës, bëhen bashkë 2 bebat përmes një koncertit. Nuk e din motrat që kanë një motër binjake Jo, dikon? nuk e din. Gruaja që e ka marrë ka rrit njënën prej bebave, i ka një mu edhe kësaj në Kosovë, derisa të kalojnë në adoleshencën, i kanë bën 18 vjet, tash e organizon një koncert edhe e marrën në Prishtinë. Do me thonë, e organizon koncertin pikërisht për mi bë bashkë edhe mi javë të regu historin që është. Do më thonë, ajo e din që këtu dyja janë gjallë dhe janë... Kjo i ka rritë, tu jetu. Edhe në koncert, në përfundim të koncertit, me emocione, pa tjetër, se tash i bjen mi adërzu në fakt qikën e vetë, venit tonë, fillon me i tregu ka dalë t'ju belbzu, që thotë në kështu të thotë ju dyja t'jeni binjakët, edhe në këto rrethonat ku marrë, ku më rritë, po i ka ardhur koha me ju tregu që ju jeni që të 2 qikat që i tregova në paka shumë. E shka është interesant edhe audienca e koncertit, po edhe filmit tash në fund të sheh që ato 2 binjakët janë mbjetura edhe janë pjesë performancës koncertit. Njëna lun violin, njëna violonçel. Tash, a janë bashkë këto jetu? Po, janë bashkë. Janë bashkë. Filmi është fiktiv, në fakt, filmi është artistik, na e kena ndërtu Sigurisht. pjesën e koncertit, pjesën e dytë, po mbjetesa krejt këto janë, domethënë, të bazuara. Njëna prej 2 plakave ka nona Ilir Shaqirit. Do më thonë, bëhet fjalë për nonën Ilir Shaqirit që e ka ftu njënën prej vajzave. Po. Kështu është historia pak a shumë. Historia shumë interesante dhe sigurisht shumë e ndjeshme, shumë e prekshme. Ariola, cili është roli yt, edhe ai e mishnu shumë me rol. Isak po shumë pak me emocione, po është e pamundur me kalu pa emocion këtë pjesë. Sigurisht. Është e pamundur. Unë jam bashkangjit këtë vit projektit Fatonit, vi në statusin e producentes. Për mua, si që tash edhe pa u fut në xhirim, ndjenjë emocione dhe ndjenjë përgjegjësi të jashtëzakonshme.
Për mua, historia e luftës, qoftë ajo e Kosovës apo e gjitha trevave të Shqipërisë, mendoj që është në ADN-n time, është në ADN-n e familjes time, është në ADN-n e secilit prej nesh që në një farloj forme ka qenë i dëbuar, ka qenë i masakruar nga lufta me armikun ton më të madh historik. Vi në këtë projekt shpirtnisht, e mandej si profesionista. E kam pranu me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, sepse unë mendoj shpëtim që një luftë që harrohet, ose një historik që harrohet, fatkeqësisht përsëritet. Duke parë propagandën e armikut tonë më të madh, që bën nëpërmes filmave artistik, që ne na nxjerr terrorista, masakrues, dhunues, e në fakt ne kemi përjetuar të kundërtën, e vërteta është ndryshe. Pse e them këtë? Sepse fatkeqësisht ne nuk po gjenerojmë aq shumë filma me historinë tonë dhe kemi histori të jashtëzakonshme, të dhimbjes, të dramës, të sakrificës, për të fituar lirinë me shumë të drejtë në vendin tonë të pushtuar. Vështirësitë janë të mëdha për të arritur edhe për të organizuar qoftë për të mbledhur fonde, apo qoftë për të realizuar këta filma që duhet t'i shohë e gjithë bota se si historia jonë është. Pak më parë, kolegu im që ishim së bashku tha që e kam çu një film në Norvegji me një tematik ku unë kam qenë aktore protagoniste. Dhe që bëhet fjalë për luftën. Këtu nuk dua të flas për veten, sesa dua të flas për identitetin dhe për pasojat që lufta ka lënë me gjurmë edhe mbi ne si popull. Thonin atje që si ka mundësi që këto gjëra ka ndodhur, ju duke e pabesueshme, gati histori të trilluara, gati histori të shpikura. Ka ngjelet për mua në bazë ka shpirtin e sakrificës gruas shqiptare, gruas kosovare, e cila është dhunuar, është përdhosur, është shkatëruar, po kemi në bazë sakrificën e nënave tona, të grave tona. Ky film flet shumë për ne, flet shumë për gjitha gratë që munden t'i mbijetojnë asaj masakre. E kam shumë shpirtnore këtë projekt, dhe unë mendoj shpëtim që patriot, ose njeri që e do në vendin tënë, nuk është vetëm kur i merr armët, edhe del për të luftuar për liri. Patriot je edhe kur vendos të ndihmosh në të mirë të historisë popullit tënd, që t'investosh në një projekt që ka nevojë për t'u investuar. Ne e dim shumë mirë se si janë gjërat edhe se si shkojnë gjërat, po themi në kinematografin qoftë kosovare, qoftë shqiptare në përgjithësi. Dhe mendoj që një nga ata njerëz që e ka shpreh me gjithë qenjen e tij edhe me gjithë bagazhin e tij këtë patriotizëm është zotëria që kam në krah, Isak Neziri, i cili është zotuar që do të na ndihmojë për të realizuar, për të mbledhur buxhetin e mbetur, për të realizuar këtë projekt që ka vlerë historike. Nuk ka vlerë historike, ka vlerë patriotike për ta shpërndar këtë histori në të gjithë botën. Për të marrë vesh se në fakt ne jemi ata që jemi dhunuar, jemi masakruar, jemi poshtruar si popull nga armiku jonë kryesor. Dhe gjej rastin, me që e kam edhe në krah, ta falenderoj për gjithë suportin, për gjithë mbështetjen e dhënë kundrejt këtij projekti, por edhe projekteve të tjera të cilat Isaku i ka realizuar si djali i mërgimit, i ka realizuar në Kosovë. Ariola, kena me folë tash me Isakun, po të rego mu sa keni buxhet ekzistus për momentin edhe sa duhet që ky film me u bo që na me pa, me u finalizu. Tani unë nuk do flas me shifra eksakte. Fal ma mirë me shifra sa i ki pare se me mandej shqiptarë të qohën. Atëherë, dua të flas pak për statujën. Po.
Kjo statuj, si të shitet, është një nën me një fëmijë në gji dhe me një fëmijë në krah, që identifikon jo vetëm historinë e Kangjelës, por edhe historinë të cilën e preka pak më përpara të sakrificës edhe të shpirtit të lirisë, që në fundit është gruaja ajo e cila sakrifikon më së shumti për popullin tonë. Akoma ngelemi njerëz familjarë, dhe kjo është fal nënave tona, fal grave tona, që janë gratë, po them, me një virtyt të lartë në të gjithë botën, që e mbajnë akoma familjen e mbledhur. Ne kemi realizuar këtë statuj dhe nëpërmes kësaj statuje, e cila ka një shumë realisht shumë simbolike. Pse them simbolike? Sepse njerëzit të cilit kanë filluar ta blejnë këtë statuj, duke bler ata edhe na ndihmojnë në investimin edhe në finalizimin e projektit tonë, do të ndjej një ndjenjë krenarie kur ta shohin këtë projekt. Se ndoshta kjo statuj për momentin është vetëm një statuj që do duket në ambientet e tyre, qoftë zyrave apo të shtëpive, dhe kryesisht për këtë dua të flas më shumë Isaku edhe Fatoni për buxhetin e mbledhur. Kemi filluar të shesim disa... Që po i bjen, që kjo statuj është në shitje. Kjo statuj... Me pare që grumbullohen, i dedikohen filmit. Ne kemi një numër të caktuar të statujave, të cilat do t'i shesim nëpërmes kësaj shume që mendoj është simbolike, për të realizuar pjesën e mbetur të projektit. Isak, pse e lidh me filmin, me historinë? Faleminderit shpëtim, po do të lidhem tek Fatoni, tek regjisori, shkurt, po mundohem të përmbledh kontaktet tona. Fatoni vjen nga regioni jonë, jemi do të jem nga Dhranica me region, mirë po e kam taku para një viti, parafërsisht përmes telefonit, dhe fizikisht jemi taku ndoshta 4 muaj, nuk ka më shumë, por historia e Kangjella, filmit Kangjella, historia e bustit të nanës me 2 fëmijë, do të thonë është aq prekse, por njëkohësisht edhe reale, që mendoj ne kemi bë si popull pas luftës për të gjitha kategoritë që kanë dalë nga lufta, mjaftueshëm ose deri diku mjaftueshëm, por për nanën, motrat, gruan shqiptare kemi bë pak, mendoj unë personalisht. Dhe unë gjej veten këtu që si pjesë s'po them me filmin direkt, por indirekt që të ndihmoj vërtet në pjesën patriotike, nëse më lejo të them që vërteta të del në pah. Përmes ndihmës tonë, di që regjisorët, aktorët, sportistët tonë nga Kosova kanë jo të lehtë gjithherë me dalë në Evropë dhe me arrit me prezentu ato që kanë ata për qefi. Në këtë rast prezentohet dhe përshkruhet përmes filmit Forca e Grus Shqiptare, ku vërtet është një histori prekse, është reale, dhe në mendoj që këtë bust ata që e kanë e përvetsojnë një farë forme, ata duhet të kuptojnë që janë pjesë e filmit. Ku mund me gjetë njerëzit që dojnë me bleke statuj, që është simbol i lirisë? Po, kjo është për me u gjetë, ne kemi në realitet, unë jam deklaru, jam zotu që doj përkrah regjisorin, aktorët, që vërtet e grumbullojnë buxhetin përmes njerëzve, përmes kontakteve tona. Kemi ngritë edhe një webfaqe që munden një njerëz me vizitu, me porosit, me webfaqen, po dhe ne do të punojmë në atë webfaqe përmes ekipës tonë që kemi ngritë këto, edhe në pjesën tjetër të inteligjencës artificiale, po edhe të kjo webfaqe është që vërtet përmes inkuadrimit direkt në webfaqe mundet edhe me përzell statun me numër, po e quaj ashtu, ku e përvetson dhe definitivisht i dedikohet buxheti filmit dhe duket është gjithçka transparente, nuk ka këtu të bëjë diçka jashtë transparente. Isak, çka nëse zbohen mbi të mjaftueshme? Çka jetë filmin gjys, ç'ish më avo? Unë mendoj që me atë sa i njoh shqiptarët brenda dhe jashtë Kosovës, humanizmin e tyre, unë shumë besoj që kjo busti ka me ushit dhe ka me u garantu dhe siguru buxheti për filmin. Unë kam dëgju regjisorin, idenë e regjisorit dhe është një ide briljante e Fatonit, e cila vërtet nëse një buxhet arrin me u bë një buxhet, me grumbullu një buxhet jashtë filmit, është ideja që të ngritet një bust, një shtatore në Kosovë, në vendet ku kanë lëviz nana tona, ku ka qenë refugjat apo që kanë ikë nga lufta në pjesë thella të molit, që vërtet të jetë një simbol për talmën e vendit, e mbetet simbol i qendresës grupit. I sakrificës, i rezistencës, i lirisë. E njëjta statuj.
E njëjta. Absolut, po e njëjta. Për mos- Bëhet fjalë me për masa shtatorës. më Po, më të më të mëdha. mëdha. Paton, më the nëse s'gabojmë në fillim që gjysa e mjetëve janë siguru. Bëhet fjalë edhe për Po këshire, shpëtim, në fakt, kur është sponsorizu prej qendrës kinematografike të Kosovës, atëherë me ligj të qendrës dhe të Ministrisë Kulturës është sponsorizu diku 50% e 50%. projektit filmit. okej. Edhe ideja është për me, do me thonë, me grumbullu buxhetin ose me gjetë mënyrën e realizimit pjesës tjetër të buxhetit, kena provu me integru qëtë skulpturë. Le ta them se ajo Në fakt- 50% është e pamundur që të realizohet një film i përmasave tilla, të efekteve speciale. Do shumë më shumë buxhet. Ne e dim sa e vështirë është të bësh kinematografi, e mandej të bësh një kinematografi të mirë, do një fond saktuar për ta mbyllur, për ta Sigurisht, është përfunduar ashtu siç na ka hije. Kush janë aktorët? Shumicën e filmit e kem xhiru, do me thonë është një pjesë e koncertit, postproduksioni, Ariola e përmeni pjesën tjetër të buxhetit, që në fakt filmit i dohet buxhet edhe mas prodhimit të filmit. Po, sigurisht. Po, për ta përkrahur në për festivale, festivalet më të sigurisht. rëndësishme të botës. Ajo është edhe qëllimi jonë kryesor. Kush janë aktorët? Aktorët, plakat është, dy plakat që janë personazh ndoshta kryesor të filmit, ose më thonë protagonist të filmit, është Melihate Qena edhe Aurita Agushi. Në fakt nuk është plak, po si Në personazh. rolin e plakës. Jo bashkë plakës, e kemi bërë një kompromis për arsye artistike dramaturgjike. Është Arben Bajraktaraj. Ka aktor tjerë që Kush është skenaristi i filmit? Ilir Shashiri. Do të thonë, romani i Ilirit është shndruar romanit- komplet në skenar filmi. Po, përmes romanit kena zhvillu skenarin e filmit. Ariola i ke taku vajzat që jetojnë tash, dy Jo. binjakët, Jo, të thash si që producente? Unë jam bërë pjesë këtë vit, që do të thotë nga janari e këtej, unë jam marrë vetëm me takime dhe nuk është se i kam takuar, po gjëja parë që do të bëj sigurisht që do të ketë. A është pozicioni ju i parë si producente? Po. Çka bën nëse dështon producentja e Dështoj me projektin e punë, parë? unë gjithmonë A guzon me dështuti mas pari? A bëhet fjalë për dështim? Shiko, unë nuk e shoh dështimin si opsion, unë shoh jo problemin, gjithmonë shoh zgjidhjen. Dhe kam thënë gjithmonë, edhe kur kam qenë në hapat e mi të parë, edhe mendoj që e kam cekur shpesh që dështimi kur një njeri jep gjithçka ka prej vetes, punon, sakrifikon, se sakrifikojmë duke ikë në udhëtime, duke Sigurisht. takuar njerëz, duke nejtë çdo ditë duke takuar njerëz. Kjo është për te mundësive të mia, dhe nëse unë dështoj, kam dështuar duke punuar. E kjo është. Nuk e mendoj Isaku tha dështimin- që sa i njohën Te- shqiptarët në Te për ky këtë film, botën. te ky film nuk e shoh dështimin si opsion. Unë shikoj shumë sukses përpara të këtij filmit, kësaj historie, e patjetër me mbështetjen e Isakut edhe shpresën më të madhe e kam te bashkëdhetarët tanë. Edhe siç e thash, nuk duhet pushka, duhet ndoshta edhe lapsi e letra nga një herë lufton shumë më shumë se sa pushka. Mas luftës, lapsi është pushka Forma e më fort. që zaventson pushkën që të plumb. Mendoj që për përfaqësuar veten tonë, vendin tonë, historinë tonë, kjo është një histori e jashtëzakonshme për të prekur gjithë botën me historinë tonë. Kështu që gjithë shpresat e mëdha i kam tek bashkëdhetarët tanë, të cilët mendoj që do jenë edhe financuesit kryesor të këtij filmi. Isak, a ju kemi lull juve në gurbet qeni, Pak. të ju lyp, çdo ditë ka pak kështu, për gjithë shka, mandej edhe përsane kanë herë, edhe para i kërë, s'ka lidhje. Jo, nuk isha me thonë lodhje, por deshta me ndërlidh tek pyetja jote që për Ariolin atë do dështojmë, Po, ose atë do dështoni. Nuk ka dështim për shkak se regjisori dhe të gjithë aktorët apo të gjithë njerëzit që e bojnë filmin, ekipa. në film, Besojmë shumë te ky projekt. kanë arrit me nda përgjësin. Do të thëtë, ai njeri i cili vendos me ble boostin, e ka përgjësi filmin. Dhe mendoj unë që ne të gjithë, tu i njës prej Fatonit, Arioles, dhe gjithë bashkëpunëtorëve është nda përgjësia.
Nëse merr Ariola përgjegjësinë që ka me bo filmin, atëherë besoj që është dështimi i garantuar. Por në këtë rast, arritja e ndarjes të përgjegjësisë dhe të suksesit të përbashkët është një ide e jashtëzakonshme briljante që përmes boostit, përmes kësaj figure të kesh një histori të luftës për nipat, për mesat, për pasazh tonë. Dhe kjo është, unë mendoj, një patriotizëm i kohës moderne, vërtet që ne mërgatës ja u prezentojmë dhe ja u ofrojmë në shtëpitë e tyre, në zyret e tyre, në hapësirat e tyre ku ata dojnë me pas. Mos flas më për shtatorën që ka përmasa më të mëdha që do të realizohet diku në Kosovë, në thellësinë e maleve. Modestia e Fatonit është aq e madhe sa që ky ka qenë edhe vetë pjesë e luftës, por nuk e thotë. Regjizorët zakonisht nuk flasin para kamerave. Këta e shprehin me punë dhe janë të heshtëm këtu para kamerave. Por më tek e çojnë një mesazh, nuk janë turq që çdo këta publik, këta janë zjam kur ti kish në terren. Po a dini se kanë herë publiku thotë që i urt, a dini s'po flet kur gjuna. O këta të kallin ku dalin në terren. Ajo na pajtohesh me mua. Është vërtet. Për me nxjerr matjen Me mundshme. thënë të vërtetën, ashtu siç e mendoj unë është që si regjisor, si aktor, nëse e ke bo një analizë, unë e kam bo një analizë personale, po edhe pak më të largët, shoh që kemi një vështirësi në të shprehur, pavarësisht që e gjithë pesha e një projekti është mbi regjisorin, mbi aktorin, e kemi të vështirë të shprehemi emocionalisht. Situata është e komplet storia është e ndjeshme. Siç ka Isaku, Fatoni është një njeri shumë modest, është një njeri shumë i thjesht, edhe ideja kur ti del për një farë forme për të kërkuar ndihmë për të plotësuar pjesën e mbetur këtij buxheti, sepse siç e tham, me Isakun e kemi prezantuar në Gjermani, aty ku Isaku ka kontaktet e veta dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme, të cilën e prekëm edhe unë e Fatoni para një muaji, jo vetëm për ta prezantuar, por për ta shitur direkt atë. Dhe kjo na ka dhënë një shpresë edhe na ka nxit që të kemi një kuraje më të madhe dhe ta shohim me një sy shumë më pozitiv se njerëz bashkëdhetar edhe njerëz patriot si Isaku do të na ndihmojnë edhe më gjerë në përfundimin e këtij projekti. Po ne e kena të vështirë se jemi emocionalisht na duket sikur po e kërkojmë, në fakt ne po e kërkojmë për mbushur një pjesë të historisë e cila siç e cekëm është dhe i dedikohet gruas dhe nënës. Çfarë do variante është e vështirë me kërku diçka, po për këtë film dhe për këtë projekt është kënaqëri edhe me kërku diçka. Patjetër. Kështu që ju sigurisht jeni kënaqur që me bani këtë film. Na shtyn atë dashuria, na shtyn patriotizmi. Po kjo është historia jonë, domethënë se më lejohet mos t'jas bërsh tek pyetja jote që as lodh Mërgata. Mendojnë që këtë pyetje nuk duhet me bo për Mërgatën për shkak se ti din që Mërgata ka qenë gjithherë për Kosovën është dhe do të mbetet. Ju kena lodhë ka pak besaj. Jo, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, Mërgata është ajo aseti i veçantë për Kosovën, kryesor, do të mendoj që të paktën unë mendoj dhe atë që e kam përjetuar unë tek rrethit, tek njerëz, tek ata njerëz bashkëpunëtorë të cilët unë kam rreth dhe për të cilët kam dëgjuar dhe lexuar, janë ata që vërtet janë gatshëm me ndihmu Kosovën në të gjitha fushat, në të gjitha sferat, në çdo hap dhe çdo drejtim. Mos flas në veçantë për historinë e luftës dhe të nënës shqiptare. Unë nuk e besoj që ka një shqiptar në Mërgat, jashtë Kosovës, apo dhe në Kosovë, ose të cilit nuk i kushton zemra me përkra dhe me pas këtë bosë në shqiptar. E vërtet. Faton, kur situatë normale, kur mujna me pa filmin? Shumë mirë, kur mujna me pa, do me thonë, t'i kërkan... Po, do me thonë, na publiku, ulmin këne modhe... Besoj funi i këti vitit, filmi ka me koni përfundun. Për me pa në kinema nuk jam shumë i sigur ta mune më bashkë me njëherë, sepse filmi... Do t'jetë festivale, sigurisht. Po, kërkon një specifik që ka një premier të vogël brenda vendit e mandej jashtë duhet me pas premierin kryesor premierin ka kryesor. festivalet, për shembull festivalet, mundësisht festivalet kategorisë A, edhe do me thonë është një periudhë, po ka funi vitit ka me koni përfundu. I përfundu. Janë të kryme afërsisht 70% xhirimeve, kam njërshtu edhe pjesa koncertit edhe pjesa post-produksionit, po besoj që veç në fund vitit e kena filmin për publikun. Po shpresojmë që filmi me shku qysh është planifiku për juve, është një histori e jona që realisht nuk ba me dështu.
edhe unë i bajthiri edhe... More mos ta e përmend më dështimin. Jo, publiku duhet me e din faktikisht që nuk duhet me dështu, edhe kur tham nuk duhet me dështu është i bajthirje që me përkra këtë film se nuk është një film i zakonshëm, po është një pjesë e historisë tonë që se cilin për neve në një forma direkt ose indirekt e ka prek historia luftës. Nona tona ka me tha nona tona Jariol, janë prej Nane Zahide, Nane Sal, Nane Oz, Gjevës, Ladrovcit edhe shumë nona tjera që për neve janë krenari dhe janë ato që e kanë unifikuar, kanë lind trima dhe kanë ka pushkën dhe kanë dek për këtë vend. Kena një fat jashtëzakonshëm që secili prej nesh është rrit nga një nane jashtëzakonshme. E në kushtet pa barabarta me nonat e botës. Kështu që gëzoj një krenari për gjitha gratë shqiptare. Isak, dalim të ti pak. Isaku di kështu botërisht që është njëni prej gurbeqarëve, njëni prej shumë gurbeqarëve tonë që vazhdimisht është pjesë e projekteve që ndihmon këtë vend. Isak, ku pe gjon këtë burim? Po tash direkt me ty, ku pe gjon këtë burim dhe këtë inspirim me u konë vazhdimisht aktive dhe me ndihmu aty ku ka nevojë sa që thirrësh. Është interesant. A ki shumë pare mas pareja që ku a hollyt? Faleminderit. A ki zemër shumë? Unë mendoj që këto është vullnetin pyetje. Sigurisht. Kështu që me vullnet, atëherë zemra vetëm funksionon. Por nuk do të thotë dhe nuk e ndërlidh gjithçka me pare. Në asnjë formë. Edhe pa i pas atë shkreta çish me ndihmu. Është e vërtet. Mirë, po për fat të mirë ne si Mërgat kemi arrit me u konsolidu në Mërgat, në aty ku ne gjindemi në shtetet e Evropës. Unë jam në München të Gjermanisë, dhe punë që i kemi bërë paraprakisht, na kanë mundësu dhe na mundsojnë që vërtet unë personalisht po flas për veten të jem shumë aktiv në Kosovë, me që unë kom qenë nga 2010 me kompani në Kosovë funksionoj, mirë po kohën e fundit ose vitet e fundit është e mundur për shkak se fëmijët tanë janë rritë dhe kanë marrë përgjegjësitë e kompanive jashtë vendit dhe ata i menaxhojnë, kështu që unë i dedikohem definitivisht 100%. Isak, sa vite i ki në gurbet? 28 i bajtash. 28. Kur ke themelu kompani për herë të parë? Në vitin 2007. 2007. Sa punëtori kemi menaxhu në Gjermani? Deri në sa ka shku numri i komplet ekipes tonë? Unë kam pas fatin paraprakisht punoj në një kompani gjermane. Po. Ku është një ndër kompanitë më të vjetra në Bajen, në Republikën e Bajenit dhe me një numër të punëtorëve mbi 2000. Mbi 2000 punëtorë. Unë kam pas pjesën time ku unë kam menaxhu për fat të mirë, marrana 6 muaj, pavarësisht se nuk kam ditë gjuhën atkoh, gjuhën gjermane. Kam arrit përmes punës, respektit, që të marrë një pjesë të madhe të menaxhaj. Dhe ajo më kanë ndihmuar ndoshta paraprakisht që edhe kur të hap kompaninë time, do të jem i përgatitur, po them kushtimisht. Po. Kështu që unë kam menaxhuar paraprakisht kompaninë e një kolegu gjerman, që tash është bashk investor në Kosovë. Ka një kompani, po them prapë, që ka arrit numër mbi 3000 punëtorë që ka në Bajen. Dhe atëherë kam vendosur në vitin 2007 kur kam hap kompaninë e parë, themelimin e kompanisë parë, me që unë e kuptova që punën po e bëjmë, po e tham super mirë, ishme shumë të saktë edhe në punë, po edhe në takime termine tona që është kërkuar nga ne. Dhe krahas asaj na vendosa, pavarësisht se nuk kam zotnu gjuhën atko, gjuhën mirë, gjuhën gjermane, tash atëherë ne bëjmë punën mirë, po vetëm gjermanisht nuk flasim mirë. Isak, çfarë pune keni bën me kompaninë Gjermani? Paraprakisht ne jemi marrë me shërbime. Po. Në shërbime të fushave të ndryshme. Por për fat të mirë, gjatë rrugtimit tonë dhe kërkesat e klientëve tonë kanë qenë ato të cilat neve na kanë shtyr me mendu edhe me dal jashtë fushës që kemi zotnu, jashtë asoj kompaninë që kemi bërë, që të themelojmë kompaninë e dytë, tretë kështu me radhë, saqë kemi arritur dhe kemi ngritur në infrastrukturë të korporatës dhe janë shumë tash ti drejton një kompani në Gjermani. Faktikisht është një korporat që drejton e ke lënë sigurisht stapin tanë dhe kjo me investu në Kosovë. Ne paraprakisht e kemi bë në ndërlidhje të kompanive të Gjermanisë, edhe kompanisë në Kosovë. Në këtë rast është një korporat në Kosovë, një korporat është në Gjermani. Se funksionojnë si dy motra kështu. Si dy motra. Okej. Por në korporatën e Gjermani kemi shumë dhe në kontraktor. Kompani kryesisht të shqiptarëve, të fushave të ndryshme. Dhe viteve të fundit po e potencoj qëllimisht për shkak se zhvillimi në Kosovë, ekonomia në Kosovë që ka stagnuar dhe ka qenë shumë problematike për afarisat tonë, atëherë më ka dhënë me kuptu dhe me shty që ne duhet me bë diçka më shumë për afarisat e Kosovës. Isak, e kthena kështu dialogun unë ti në nivel cifrave. Sa punëtor i menaxhon kompania juaj sot në Gjermani? Dikon janë në kompanitë tona mbi 500 punëtorë. Mbi 500. E ata që keni në kontraktor?
që janë zinxhiri i kompanisë juaj? juaj? Mund të qenë 80-100 monokontor, varet prej kontratave. Sa shkon çakollimi vjetor për më intereson në Gjermani me gjitha Nuk punëtorë? në numra se tani ti. Afërsisht. Edhe një herë, Sa shkon çakollimi vjetor i euro në Gjermani kur e keni kompani me 4-500 punëtorë? Po, kalon një shifër mbi 10 milion që është çarkullim vjetor. Vjetor. Po. Mbi 10 milion euro. Që sa vjet e bani sakt, tash të ja llogaritën se sa vjet ekziston që ky çarkullim. Jo, vetëm funit kena arrit mbi 10 milion. Kështu që. Domethënë Isaku drejton një kompani që çarkullon në Gjermani mbi 10 milion në vit. Normalisht ato janë taksat, janë pagat e punëtorëve, ato shpërndahen, por si total, a ka mundësi çaja kompani me çarkulluar në Kosovë? A u tregi mirë Kosova fillimisht? Po. Kosova është një vend i mundësisë, vetëm që duhet unë kam thënë edhe paraprakisht. Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm të njerëzve, të dijes, potencial edhe financiar. Në Kosovë ka nevojë vetëm një përvojë. Pa dashur me i nënvlerësu dhe nënçmu të gjithë ata që bojnë Kosovë. Po thu disiplinë a përvojë? Disiplinë, përvojë, domethënë tek çdo fushë. Dhe Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm, jo në fushën tonë 10 miliona, po ka edhe shumë mundësi. Po thu treg më mirë sikur në Evropë tash Kosova? Duke marrë parasysh çmimet edhe ofertat tona që ne i bëjmë në Gjermani. Edhe taksat e kemi aty ta hala. Absolut, edhe taksat, edhe fuqia punëtore, por unë kalkuloj çdo herë minimumi 800 euro me qenë një pagë minimale në Kosovë. Minimumi. Që është e mundur. Na kem 420 për momentin. Është e mundur me qenë 800, është e mundur, vetëm duhet me ardhë njerëz profesionist në vendet e duhur. Përderisa unë e zotnoj fushën time dhe jam profesionist dhe di çka po bëj konkretisht, nga përgatitja po e tham kushtimisht të nderëve, të gjitha llojeve, nga menaxhimi i buxhetit për pjesë të caktuar, për objekte të caktuara apo për fusha të caktuara si në shëndetësi, në arsim, në siguri, në ekonomi, në zhvillim ekonomik e kështu me radhë, është më se e mundur. Isak, falë, sa punëtorë ki synimi me çu kompaninë në Kosovë? Në Gjermani 4-500 po kanë, falë, 500. Po, unë kam një synim tjetër. Hajde. Unë nuk mendoj që unë duhet me bë punëtor shumë në Kosovë. Po. Unë mendoj që me iniciativën tash të fundit që unë nga dhjetori vitit kaluar që jam aktiv dhe në themelimin e një kompanie ku ne kem një vizion të qartë për zhvillimin e Kosovës dhe një kompani, një platformë se më lejohet me quajt që është themeluar dhe është stafi që kam punuar shumë, ekspert të fushës për një themelim të platformës inteligjencë artificiale e cila është më së duhur për integrimin e Kosovës në digitalizim. Po thu me pas edhe nani ai tonëna shqiptarëve. Si? Me pas edhe nani kompani kështu online si ChatGPT edhe si këtu. Është e mundur dhe atë që unë e kam vrejt tash në kohën e fundit për shkak se është ngrit një kompani nga unë, ku unë kam investuar në atë pjesë dhe para investimit normal që është menduar saktësisht ku është qëllimi dhe për çka është qëllimi. Dhe mendoj që nuk duhet me pasur në punëtor në Kosovë, por mendoj që duhet me nda përgjegjësinë dhe detyrat tek njerëz profesionalistë. Unë mundem me menaxhu dhe financu, por nuk do të thotë që unë duhet me pas punëtor në kompaninë time edhe me që i bjen kja mu vetë shërbyen platformë njerëzit? Ekskluzivisht. Po gjitha gjanat, unë mendoj që në këtë platformën e inteligjencës artificiale ku ne po them prap kem ekspert, kem konsultuar ekspert dhe ka edhe senior të IT-s, por edhe junior ku shfrytëzoj rastin të bëj thirrje prap që ata të cilët janë të interesuar vërtet të jenë pjesë e platformës dhe pjesë e digitalizimit të Kosovës, munden me në sfond keni edhe adresën tonë, munden me aplikuar dhe neve i pranojmë me gjithë dëshirë. Çfarë shërbimesh ka me kry kjo Isak? Këto nuk do të fokusohem, nuk do të futem shumë thellë në këtë pjesë për shkak se në ditët në vijim po janë edhe ekspertë fushës. Platformë ekspertë fushës ku unë mendoj që ata do të flasin pak më gjanë për platformën, pak më gjanë edhe ma qartë atë çka ne kemi menduar, vizionin ton, punën për digitalizimin dhe për mundësitë tona briljante që Kosova i ka i posedon në gjitha resurset. Në cilën fazë është Isak ky rrugtim tash, se tash bota po shkon drejt kjo inteligjencës artificiale? Thash paraprakisht që nuk do të lëshohem në shumë atë pjesë, po unë do e them që në javët në vijim do të lansohet platforma ku do të ketë çësje çdo qytetar i Kosovës me pa çka është bomra në saj dhe çka do të bëhet prap në të ardhmen. Unë e ndërlidh me 4 shtyllat kryesore të shtetit. Mbrana platformës do të thonë ka me qenë gjithçka transparente dhe digitalizuar. Do i nis nga siguria e vendit, arsimi, shëndetësia dhe zhvillimi ekonomik, ekonomia. Këtu janë 4 shtyllat që ne mendojnë në shtet që duhet me qenë shumë mirë të menduara. Kryesore.
kapësitura. Stillat kryesore sa. Kjo është ajo çka unë kam pa viteve të fundit, më përsafërmi në Kosovë, duke qenë më afër qytetarëve, duke pa kërkesat e qytetarëve, cilat janë ato dhe çka duhet na me ndryshu në Kosovë. Dhe unë mendoj që nuk është interesant nëse unë ngris një kompani dhe përfitojon. Qështu që më thonë edhe më herët, nuk e mendoj që aferistët e Kosovës do të mbesin vetëm në delegimin e 1 apo 2 kompanive, por ata duhet të bëhet një platformë shtetërore ku vërtetja vap rrugë në Evropë, po njëkohësisht edhe Evropës, mërgatës tonë, po edhe investorët huaj që të jenë në Kosovë prezent. Okej, Isak, bamirësia, je djalë kështu që sa haqet thret dikush, edhe na kanë ku të thrasim ti familje me nevoja njerëzve të caktuar gjinësh. A pje prej pareve tua, kur po bën që si veprash, apo po i grumbullon Gjermani? Nëse nuk gaboj, si pas informatave që i kem, dikon 150.000 euro ki dhonë donacion për një kohë shumë të shkurt. Të përfshi sportista, shpit veteranëve të luftës, mandej na shpjegon edhe ty pjesë tjera. Unë s'kisha pas shef me hi, më thonë drejtën në thellë në atë pjesën e... Nuk kam shef unë, nuk o punë qefi këto yti, është punë edhe i informatës për publikun. Po, me të përgjegjës direkt të pyetja jote, unë e falenderoj mas pari, i falenderoj të gjithë punëtorët në kompanitë tonë që janë në Gjermani, në kompanitë tona, në Gjermani edhe në Kosovë. Pa ta, unë s'mundem me dhanë pare. E vërtet. Unë mendoj që në atë pjesë të pare që ne kemi udhëru, kemi ndihmu, atu kemi pas mundësi, jam pjesëmarrës të gjithë punëtorët e kompanisë. Po. Kështu që falenderimi i dedikohet komplet kompanisë. Patjetër, por ai që udhëheq sigurisht ta merr edhe. Po tham tash këtë pjesën që ndoshta ma kanë besu kompania që të menaxhoj dhe të dhuroj aty ku ka mundësi, po ne kemi qenë afër njerëzve, do të mundohem të jem afër, por çka unë kam për çefi që përmes platformës vërtet mos kemi nevojë na në vitet e ardhshme edhe kur që ne të ndihmojmë këtë formë qytetarët tonë. Do të ta bëni pyetje kështu direkte. Kur jep donacion, a e bën pse të dhimbet dikush? Sigurisht të dhimbet, apo e bën pse nihesh mirë për vete mas pore? Këto është një emocion i përzim. E para punës nuk e mendoj kur a kënaqem unë as kënaqem, por unë mendoj që duhet dikush tjetër me u. Obligimi atje është. Obligim është. E qartë. Por për mos me pas obligim ne si mërgat apo ne si qytetarë të Kosovës, unë mendoj që duhet me bë diçka më e madhe këtu që mos me pas nevojë. Meqense se çdo ku në Evropë ka raste sociale. Po. Por me u rregullu përmes ligjit. Po. Përmes dorës shtetit, rrugës politike dorës shtetit që ne të kontribuojmë në shtet dhe shteti të ndihmoj, po jo ne. A ka në Gjermani raste sociale për shembull, ku mbledhen gjermanë dhe ndihmojnë rastin? Kësi raste që na ndihmojmë ka ose ndëgjon në radio ndoshta një në vit. Edhe ato për shkak të në kohën e festave të fundvitit. A jena problema human në Evropë? Definitivisht që po. Po, a? Nuk dyshoj absolut definitivisht që jemi populli më human dhe unë mendoj nëse kthehemi pak në histori, paraprakisht neve vetëm humanizmi dhe ndihma për njëri tjetrin na ka marrë bashk para lufte, dhe kjo neve na ka bërë fort, por ndryshe ne s'kishim ekzistuar. A ki me vazhdu me bë mirë që është saktë? Unë jam i gatshëm gjithëherë me ndihmu. Kam qef kur i kam kështu që kanë njerëzit biznesmena, kam qef mirë mojt brëmtim publik. Faleminderit shumë, po unë jam gjithëherë i gatshëm me ndihmu, po tham prap, atu ku mundem me ndihmu, atu ku kam mundur të ndihmoj. Edhe ku duhet me ndihmu. Edhe ku duhet, jam i gatshëm gjithëherë, kam qenë i gatshëm, do të mbes i gatshëm, por po them prap, këtë duhet me bëna në një formë ndryshe, bashkarisht. Unë vetëm nuk mundem me bas në njëri vetëm, mirë po kjo duhet me undrru. Kjo çështje duhet me undrru. Me kalu në institucion. E vërtet në institucion dhe shtetit merret me ta. Por përderisa nuk i kemi atë mundësi, po ne do të jemi gatshëm të ndihmojmë atu ku ka nevojë, ku atë sa ke mundësi. Okej, Isak, tregoni një rast, ajo le ka një rast interesant, Isaku ka qenë i vdekur klinikisht. Vija ajo ka tregu këtë pjesë. Jo. Isak, tregona çysh ke vdekje jote klinike dhe sa kohë ka zgjat kja, kur ka zgjat, kur ka ndodh, a ke përjetu diçka kur je kanë në vdekje klinike, çka ke përjetu mas pari kur i ardh në këtë jetën reale prap? Unë kom folë për këtë pjesë shpjetim, po në informacione që i ke marrë po më duket që është, po se po më dohem të përmbledhem pikat shkurta. Hajde. Mos të jem shumë. Ti e din. Po kjo ka ndodhur me 19 gosht 2017. Është mas e vërtetë, unë kam qenë në atë kohë në Kosovë dhe jam kthy për një javë në Gjermani, me qëllim që jam afër punëtorëve një javë dhe të kthehem prapë me shku në pushim, me komplet familjen, kështu që ka ndodhur një ditë para se më u kthyen, ka ndodhur që unë kum pas një arrest kardiak dhe nga ai moment në realitet për fatimin të mirë atëherë kanë qellu 2 punëtorë nga Stuttgarti pa i njoftë me përjardhje kroate të cilët kanë qenë prezent në atë punisht edhe më kanë ndihmu.
por me qenë se unë jam shku prapë, s'jam kthy, ka vendosur edhe mjeku mas kontrollit tina që thot ka përfundu, nuk kem çka me këtë njeri, Ka vdek domethënë. po, dhe kanë tërheq qesën, është mbulu, por ka lëviz trupi, Zoti është i madh, dhe më kanë kthy prapë në jetë dhe më kanë dërguar në spital. Kështu që nga ai moment, nga koma artificiale jam rënë në komë normale dhe kam qenë 6 ditë në komë. Nuk më kujtohet asnjë sen atë kohë, që kam dëgjuar një histori të ndryshme, por mua nuk më kujtohet diçka. Në atë periudhë sa kam qenë në komë. Edhe kur jam kthy, domethënë pyetja e parë tek vllai im ka qenë ku janë punëtorët. Për shkak se në momentin që në kom rënë jam konë me punëtorët. Von prej objektet tona dhe ndoshta u me trunin atë kuptimin tash ç'a bëhet me ata. Mirë po për fat mirë, Zoti dhe medicina ose këtë rast mjek në Gjermani, unë jam sot këtu. E kam një bindje mrena vetes se definitivisht jam kthy më i fortë, më i vetëdijshëm, e marr jetën këtë ndryshe, jo si më herët që kam qenë aktiv, po i tham 24/7 duke prodhu. Që thojmë na shqiptarët këtë pjesën e dytë e ki yst. Po, Këni herë dojtu. por në falënderoj Zotin dhe vërtet është një gjë që mu më ka dhënë me kuptu shumë. Çka ndo, masi kthehesh në jetë prapë, Isak. Duhet me kuptu. Çka i thu vetes, se çka unë mundohem të përçaj qëtë mesazh, duhet me kuptu ne të gjithë bashkarisht. Nëse ne dim të gjithë që na thojnë familjarët se kemi marrë kurrë me veti të punu. po. Unë nuk mendoj që na punojmë me marrë diçka me veti. Unë mendoj që na punojmë për pasardhës. Unë mendoj që ne ngrisim diçka për pasardhës tonë, për vendin tonë, për rinin tonë, për fëmijët tonë, nipat, mesat dhe çdo me radhë. Dhe unë nuk e mendoj kur atë pjesë. Dhe ne bëjmë punë apo mendojmë atë sa mujmë. Dhe në këtë rast, nuk jetë çka thua këtu vetëm ju falënderoj Zotit dhe me mendu pozitivisht për përpara, me vazhdu përpara. Isak, në cilin vit, ose sa vete ke pas kur i bo për milioner? As Po kujtohet? s'jam unë milioner. Unë jam milioner në kuptimin e njerëzve, shoqërisë të mesme, po jo financiarisht, po e tham tash. Unë e di që do të me thonë publikisht ashtu, ama unë e di edhe pjesën tjetër se o shmi më ko milioner. Na shqiptar tutin për milionera. Me mu çdo shqiptar e bojna miliarder. Është vërtet. Në ekonominë e lirë, pse mos më bo milioner? Pse mos më bo miliarder? Është Pse mos vërtet. me u bo secili prej neve më i pasën një mbot për shembull. Është logjike e shnosh, është ambicie normale. Kur i bo? Sa vjet i ke pas? Mundem tash të tham 34 apo 35 vjet. Një djalë për Drënicës, për një katumë në Drënicës, shkon në Gjermani. Krasmirovc, mos të harrojmë. Shkon në Gjermani edhe punon edhe i krijon një kompani e ngrit në kohë me 4-500 punëtorë dhe kthehet në vendin e vet si milioner. A ka gjë më mirë? Është vërtet ndjenjë mirë. S'ka më mirë. Mirë po Qërë unë Ariola që shrim si gjinoha. Ja. Ariol që shrim si të shkretna. Ne pjo përkrohim. qa, njerëz si Është mirë me najt me milionera. Po shumë mirë. Është mirë me jaungu muhabetin. Që shtojnë me kanë të rish, Veç fillojmë me ndrojmë tani. me kanë të rish që ashtu bohështë. Na nuk kena Që ashtu bohështë. ta them të drejten, me u kthy tek pyetja jote e parë, Po. pse ki gjithë këtë energji apo këtë vullnet, është ajo pjesa që mendoj mua më ka mungu paraprakisht ose s'kom pas mundësinë. Dhe unë njihem jashtëzakonisht mirë kur jam mesin e njerëzve. Hej, më falit sa kjo shi rrit, kur i kanë në Krasmirovca, më the? Po. Çfarë jetë ke pas? Tash në Krasmirovc nuk kam jetuar 11 vjet. Dhe tani kam pas edhe 11 vjet në Dranas. Kështu që unë mendoj fëminin në Krasmirovc kemi pas taman një fëmini të shnetshme, të mirë, super të mirë. Për kohën, në fshat kuptohet ne kemi qenë edhe prej që dash me shku në shkollë në Gradicë këtë rast, udhëtimi 1 orë me shku në shkollë, 1 orë me u kthy. Do të thonë janë ato gjëra që unë i kujtoj me nostalgji, i kam përçefi që i kujtoj ato, po i përçoj edhe tek gjenerata e re. Jo që edhe ata me kuptu dhe me pas të një jetë, por me ditë nga kemi ardhur. A ke Në menduar çfarë ajo sfida që kem pas? pe një fëmijës me një fshat atje të shku në shkollë, një orë gjys, ki me shku në Gjermani dhe a ki pas ëndra më spori? Se pa Jo. ëndra është që zërë mu bo me... Jo, unë të them të drejtën, nuk kam pas ëndër absolut me dalë më së pari jashtë vendit. Me që në atë kohë nga viti 92-97, baba ka qenë jashtë vendit për shkak të dhunës, ku në atëherë është bë operacion 5 herë, prej rrahjo, prej egzaktirës në brenda,
Dhe në 97-ën unë isha më i madh në familje dhe bëni një dhunë e përditshme nga policia serbe, edhe në familje po dhe në rrugë, kështu që ishte pa përballueshme për mua. Në këtë rast është dasht ose me dhunë jam largu. E obligueshme, E obligueshme. Por edhe ana tjetër që financiarisht nuk kemi qëndru mirë. Më thonë, unë personalisht kom punu në për treg të Kosovës. Në treg? Po, në për tregjet e Kosovës dhe është kone pa mundur me përballu A të financiarisht. kujtohet çka ke shiti sak? Me tesha, me tekstil, Me tekstil. gjona, cilat kemi pas mundësinë. Pakten mos me shtri dorë dhe me pas një jetë, po tham, modeste. A ke mendu që vjen herë kjo jetë në këtë vendin tonë me u kthi prej Gjermanisë? Tash mundem me thonë gjithçka, por jo. Nuk e kam mendu gjithsesi që të kem një jetë modeste, të jem ai i cili vërtet kujdeset për vëllezërit, për familjen komplet, fëmijën kështu me radhë, por jo nuk kam menduar që ne do të jem këtë pozitë. Është fat i madh që ne kemi shkuar në Gjermani, ku ne falenderoj Gjermaninë që na ka përkrahur jashtëzakonisht shumë, po edhe na ka dhënë mundësinë që vërtet ne të bëhemi edhe të formësohemi këta që jemi sot. Për shkak se ki shumë i saka në Evropë. Në Gjermani e jashtë Gjermanisë ka shumë të tillë. Janë njerëz të cilët vërtet kanë ngrit kompani, kanë potencial të jashtëzakonshëm dhe kjo është që mua më ka shtyrë ndoshta me mendu ndryshe, edhe me qenë ma aktiv në Kosovë, edhe fizikisht, me përqu mesazhin, energjinë që po Kosova është vend i mundësisë. Unë kam breng largimin e njerëzve. A duhet më largu tash në Isak për këtë ujtë? Shë, nëse unë thamë që nuk duhet më largu, mundë me u këtë shkuptu nga shumica njerëzve. Unë mendoj që në Kosovë ka potencial për një jetesë super luksoze. Super luksoze për e potencial. A pastaj i kthyja? Për me jetu mirë, vetëm të përfundoj, jetën super luksoze ban që nëse ne kemi vërtet një përvojë, një respekt, dhe i kemi njerëz në vendin e duhur, njerëz të caktuar dhe profesionalista për fushën ku ata zetojnë dhe menaxhojnë, ose më mirë me thonë, na menaxhojnë neve si qytetarë. Dhe më ofru mundësinë e punës, mundësinë e sigurisë, si në shëndetësi, si në arsim, si në zhvillim ekonomik. Kosova sot nuk po lëshohet për shkak të financave. Ata njerëz të cilët unë i takoj gjatë rrugtimit tim, rinin kryesisht, ata nuk e lëshojnë vendin pse s'kan parë. Çka po ndodh, po s'ka ambicie? Për shkak të sigurisë. A të sigurisë? Sigurisë në gjitha fushat. Edhe nuk ka për shembull, nuk ke sigurim shëndetësor, nuk ke sigurim pensional, nuk ke sigurim në arsim. Po thuj ka vdek shpresa për me tu këtë vend? Mundem me thonë që po, për shkak se nëse më lejo të tham, njerëz po favorizohen njerëz jo të duhur. Nuk ka meritokraci. Nuk ka meritokraci. Kupton, nëse ti nuk vlerësohesh dhe nuk favorizohesh veç që ti ke studiu dhe je profesionalist i fushës, dhe shef që nesër mas nesër ka ardhur dikush tjetër jo i fushës në vendin tanë, do të thonë është një zhgënjim total. I pari që largohet është truni i këtij kombe. Eksakt, faleminderit shumë. Shpresojmë që truni më na u kthyu. Ka qenë një projekt kthimi i trunit në Kosovë, po shpresojmë që ka më kthy për ime, jo me mbet projekt në letër. Ishim shku pak me marketing se mandej këta sponsor toni saks që na animojnë çdo muaj dhe mbajnë këtë emision, na vjedhnohen. Shumë faleminderit. Nuk vjedhnohen se janë më të mëdhaj se shumë kompani në Evropë, po na i respektojmë se janë partner ton. Faleminderit shumë. Marketing dhe kthehemi shpejt. Na kthy pjesën e dytë për sonte bashkë me tre mysafirë që sonte po kaloj shumë mirë. Isak, a je mërzit? Jo, absolutisht. Ariol? Unë po nihem Jo, shumë po mirë. du me të pyet ti, a je mërzit se Unë në punë jam. Do të thonë unë jam në rregull, patoni këta regjizorët e dinë që ku del këtu, do të migra punës pavarësisht lodhesha. Po e slodhesh në fakt. Slodhesh. je mësu më hareshëm edhe na vërtet, po duket sikur kena marrë ton kështu. Unë kam si serioz, kam nevojë dramatik. kanë herë për kështu emocione me më ka pak se vi zhullë me brime piskave, po na shkon çdo natë, çdo javë, çdo ditë. Je marr edhe me studenta shumë i sakt. Po, shpejt, kemi marrë student nga viti 2010-2011. Studentët të cilët aktualisht është numri 140 deri 160 studentë të cilët vinë në periudhën e pushimeve të sezonës në Kosovë, punojnë në Evropë. Kryesisht për Gjermani po flas, ku vërtet është një ndihmë e jashtëzakonshme financiare për student po dhe për familjet e tyre. Sa shkojnë në veti sakt studenta çdo vit në Gjermani për me punu? Unë mundem parafrasisht me thonë numër Gjermania sa pranon studentë, unë rreth 60.000 studentë për çdo vit punojnë në Gjermani nga Evropa. Sa vinë tonë çdo vit që ke qenë ti personalisht? Personalisht ne i morëm
tash kemi arrit deri 160. Çdo vit që Po, vitin e kaluar kemi pas 140, tash është kërkesa për 160. Fantastike. Janë në kompanitë tona, po në kompanitë që ne bashkëpunojmë me kompanitë të E gjermanëve. keni krijuar një fondacion në emrin e Leutrim Ahmetit. Domethënë, fëmia që u kthy në simbol, një fëmijë në Drenicë, në moshën 7 vjeçare që vritet, ne kemi mbi 1400 fëmijë të vramë në Kosovë, janë e pyetyn edhe Leutrimi. Pse bashkë në emrin të Leutrimit? Këto nëse më lejohet me elaboru pak ma gjatë situatën e Leutrimit vogël, unë kam ndihmu student, kam ndihmu edhe ma herët me bursa, do të thonë edhe në Kosovë kam ndihmu me bursa, pavarësisht se ne kemi marrë rregullisht punë sezonale, por unë kam qenë në fushat në garë në Nanë Shkurt dhe kam has tek busti e Leutrim Ahmetit dhe më ka prejkë mu thellësisht historia e Leutrimit, ku në falenderoj edhe Nanën Shukri edhe familjen e Ahmetit që ma kanë mundësu që unë të inicioj dhe të themeloj një fondacion në emrin Leutrimit në Gjermani, cilë është themeluar në Gjermani, në minhen të Gjermanisë dhe për qëllim e ka përfitimin e bursave. Do të thonë studentë e Kosovës përfitojnë bursa, nxënës ekskluzivisht më mirë me thonë nxënës të shkollës të mesme, përfitojnë bursa nga fondacioni Leutrim Ahmetit, i cili grumbullon fondin në Gjermani. Për qëllim e ka nxënës, ne kemi përzgjedhur vitin e kaluar. Në prill të vitit kaluar, do po flas për vitin 25, kemi themelu dhe në tetor është finalizu. Në tetor ose në nëntor kemi arrit me dhënë 30 bursat e para në 8 komuna të Kosovës. Për qëllim ka që të përfshihet të krejt Kosova, nxënës më të mirë kemi përzgjedhur të shkollave të mesme, për shkak se ne i përcjellim. Nëse ata kanë qëllim në fakultet më shku, i marrim si student gjatë punës sezonale, ose për 3 vite radhës, 4 vite radhës gjatë studimeve, nëse është nevojë dhe kanë dëshirë dhe kanë potencialin, ne do i përcjellim edhe në universitetet ma prestigjioze, po e tham. Sa Për bursa fat të keni mirë, dhënë në vit afërsisht që keni planifikuar? Ne pretendojmë të gjitha komunat e Kosovës me qenë minimumi ka 10 nxënës, 10 nxënës. që do të arrijë numri 300 plus. 300 plus. Po. Bravo. Do të Sa thonë ka është prek qëllimi- historia e Leutrimit? Kur na? Sa ka prek historia e Leutrimit? Historia e Leutrimit është jashtëzakonisht prekse. Mu personalisht më ka prek jashtëzakonisht shumë, për shkak se një fëmijë 7 vjeçar në luftë, në situatën e cilën e përshkruan Nana Shukri, dhimbjet e Leutrimit. Dhe kur e shefti atë bust në Skënderaj, nuk mendoj që duhet me qenë vetëm një bust, por ne duhet dhimbjen me kthy në krenari dhe me, po e tham kushtimisht, në përfitim për dijen edhe vendin tonë. Dhe kështu e kam mendu unë, me ekipen që kemi themelu fondacionin, mendoj që ne i dhom jetë Leutrimit edhe shumë Leutrima të Kosovës. Për shkak se ata nxënës fëmijë të cilët përfitojnë përmes fondacionit të Leutrim Ahmetit, ata kanë me mësu historinë e Leutrim Ahmetit. Krahas historisë të Leutrim Ahmetit kanë me mësu historinë e fëmijëve të Kosovës, e nanave të Kosovës, e grave dhe motrave tona, e baballarëve tonë, kështu që e mësojnë historinë e luftës. Mendoj unë, kjo është thelbisht kjo. E kam një dhuratë dhe një surprizë për ty. Jam pret 2 sekonda. Pretu. Faleminderit. Isak, që kjo është Nana Shukri, Pa besueshme. që ka ardhja besueshme. Unë si djallin të ndo, faleminderit. Shumë faleminderit në Shukri, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit, tu si djallin. Shumë faleminderit. Ajola Demiri është aktore, Nana Shukri. Po. Edhe Fatoni është regjisor. Hajde që të ullën me në temin. Ullu të veni jam qëtu. Mirë se erdhe. Faleminderit. A erdhe mirë mas pari, për të ves. Ullu, që për ta qëllë që të një lang. A je mirë? Qysh je? Mirë. Qysh janë familja? Mirë, krejt. A je lodh? Ja, shumë lësë. Qysh më kalon? Mirë, jam po knosa që kësha tanëve. Faleminderit shumë në Shukri, shumë faleminderit. Qysh pe kalon Pa kuhën, pritshme. kalzom? Mirë, Qysh pe kalon, qysh pe mirë. menagjon? A je krenore tash të jarë prej Krenore, shpije ja. në Prishtinë për... Jam krenore, së këna me po djallin tam. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E ma ka Faleminderit meru shumë. djallin, e ma ka... Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Qaja, zëna, shumë. Shumë faleminderit. Që ma Po. ka... më ka Shpëtimi është i tërë njoftën për këto gjona. A je e knoshë në tashti, kur knoshë, pishe e djem tu, knoshë. nipa tu, djem të Kosovës, qikat e Kosovës. Shumë faleminderit. Tonë jam e gëzushme. Faleminderit për ju e tonëve. Nana Shukri, faleminderit Gjallë shumë. kam djallit kur po ma dëni tonë. Po doke që ki djallin gjallë, kur për dojnë tonë. Gjallë, kam djallit kur ma dëni tonë. Unë jam krena. Shumë faleminderit.
do të më kanë ti je shembull për neve, ti je shembull për neve. Do të thonë na jemi ata të cilët Faleminderit. faleminderit. Kjo është e pa. Nona Shukri edhe gjaku i leutrimit na ka bën sot na jena të lirë, jemi bojmë emisione, bojmë dasma, bojmë festa, rritemi për ditë, shtohemi për ditë. Dhimbja normalisht që është e madhe dhe prezente në çdo moment, po duket që gjallë është. kur peshe po duket që i gjatë. A jeni krenore që ta kanë bën Skanderaj? Në orën Skanderaje këtu si peshe po duket unë gjallë është. Krenore s'dim atë i pri. Shumë faleminderit. Faleminderit për tonëve. Nona Shukri, çka po të gëzon më shumë ti, tash ti? Valla që kjo përmendëri djallit, edhe që po ma dojnë tonë, po ma përmend djallin tem. Po të gëzon që ky fakt që Gëzim atë nalë do ku prici që ta. a pajto është leotrimin është djali yt, po është djali ke shqiptarëve. Tonëve. Se gjaku i tina është liria jonë. Tonëve, djallë jam i tonëve, ose jo që jam. Gjaku për liri, inshallah, këtë do djallin tem. Nana Shukri rrjedh për një familjes që i ka dhënë shumë këtij veni. Edhe burrin, edhe djalin, edhe ka ushqy djem të luftës, ka ushqy ushtar të uçekës. Keni gatu me këto dur tua? Këna gatu, ata dhe këtë, kush ufështu, inshallah, ka përpare me gëzim me familje. Faleminderit shumë. Që po më përmenin burrin e djallin e ta. Shumë faleminderit. Shpëtim Nona Shukri ka pasur edhe djem tjerë në uniformë. Patjetër. Pasur edhe djem tjerë në uniformë që unë kam një respekt të jashtë të veçantë. Unë po them prapë unë jam edhe njëhem jashtëzakonisht i privilegjuar që unë kam pas të drejtën me marrë emrin e leutrimit dhe me bën një fondacion në emrin e leutrimit ku vërtet fëmijët e Kosovës përfitojnë. Kjo është një emocion i veçantë. Unë mendoj që leutrimi mbetet në jetë dhe për qëllim ka, thashë më herët, përfitime të nxanstë, por leutrimi dhe fondacioni mbetet në jetë. Edhe qëllimi ka qenë me u themelu në Gjermani që mos me dështu. Për shkak se mendoj nëse fondacioni Leutrim Ahmetit nëse nuk përfitojnë nxans dhe nuk arrim me e majt një jetë, ne i kemë vrarë për s'dyti, kështu që nuk do ndodh në asnjë formë. Është në koncept të shkruar ashtu në themelimin ose formimin e fondacionit që vërtet për sa të ekzistojmë ne, fondacioni Leutrim Ahmetit do të qëndrojë. Ajola, çka kemi thonë në Shukri? Ç'të nona tona, nona shqiptare me sakrificë dhe me tash i kemi dy shtatore këtu, Me thënë vërtetën u preka. Sigurisht. Edhe përballë nonës Shukri e cila ka dhënë shumë. Djalin, bashkëshortin, djemt të saj që kanë luftuar për lirin, i them nonës Shukri për aq kohë sa emri leutrimit përmendet, gjithmonë ka me qenë një jetë edhe i pranishëm. Disa njerëz vdesin për të jetu përjetësisht. Jam e lumtur që ka nona si te, që janë shpirti sakrificës, janë gra që kanë heq kesh, që kanë dhënë shumë për këtë vend, edhe na si artista mundohem që tëna historitë e nonave si nona Shukrie të mbahen gjalla brezmas brezi për me i tregu këtij vendi që ky popull ka mbjetu mbi rënojat e veta. Faton. Falenderoj shumë Nona Shukrie që ke ardhur me na dhënë këtë emocion. Shumë faleminderit. Vllazit e vllaut të tam. Shumë faleminderit. Ashtu jam menu prej kur e kam dëgju për herë të parë storjen, deri te busti shtatorja e leutrimit, e te jetësimi i Sakut që po e falenderoj edhe një herë për këtë ide fillimisht edhe që ka bërë të mundshme që brezat me kujtu ose të paktën me kriju një ndjeshmëri për storjen e leutrimit, që në fakt është një lloj përfaqësuesi i krejt fëmijëve që kanë ndekë për Kosovë. Kofti për jetë shumë kujtimi për ta dhe pas shumë fat të sukses fondacioni, në fakt krejt fëmija e në të ardhmen e Kosovës. Nona Shukri, apo gëzohesh ku peshetash në Kosovë plot leutrima, plot djeme qika e tu shku në shkollë tu. Zëna mirë kënaqse zemra ku isha djeme qika krejt ton. Bravo të koft. Edhe këta që shku për liri, për një sholla në xhenet na pret. Ti bano e fort, Ja. edhe po shihesh që i fort edhe krenare jesë. Nona tona na ka mësuar me kon të fort që ashtu, nona sikur ti. Po, mirë, E ti pas jetë gjatë,
e paqshëndet edhe Zoti inshallah takon në atë botë në xhenet me leutrimin, me burrin, me krejt njerëzit që kanë rënë për këtë vend. Nuk po mundoj më shumë Nana Shukri se Nana Shukri ka ardhur prej larg. Jam në atë djalë që ka marrua. Shumë faleminderit. Nisën pitonve, po ndër kishë gjallë. Shumë faleminderit. Apo ta hek pak mollin, apo ta hek pak mërzin, apo të bën më të fortë. Po gëzon, apo kur të shoh më dojnë ton, unë po knapsh. Çaj. Shumë faleminderit. Faleminderit që ju orë sot prej Skënderajt. E ju zëf tonve, inshallah keni shletën e mirë, ernani 100 vjet. Bashkë me ty. Bashkë me ty. Bashkë me ty, bashkë me ty. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë non që ke orë prej atij edhe një herë. Edhe Edhe që të fjallë që po na i thu sot, po na bën hala ma të fortë, ma krenar dhe jam kur e shoh do që se vlodi jam. Të dëm djalin ta. Shumë faleminderit. Si djallë, ma ku ma nej, si e vlodi. E tonë dhe si e veç, ato faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Me krejt. Po vliki dashur, kjo është Nana Shukri, Nana Leutrimit, Shukria Ahmetit që në moshën 7 vjeçare, gjaku i tij u bën liria jon, Liria. edhe shumë fëmijëve tjerë dhe shumë dëshmorëve, shumë martirëve. Na kemi obligim me i kujtu për jetë, edhe me i respektu këtë gjak, po edhe nonat, edhe baballarët, edhe vllaznit e krejt dëshmorëve dhe të martirëve, e të masakrumëve, e të dhunumëve që sot na Na Fal. kem liri. sakrificës tyne jemi të lirë që du. Liri, na po. Faleminderit shumë non. Faleminderit. Isak, faleminderit shumë për te. Ariola, Faleminderit faleminderit shumë. Faleminderit E se- përcjellni Edhe ty nonën, për këtë. edhe po kthena me mbyllë emisionin bashkë me juve. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nana Shukri, faleminderit shumë. Faleminderit për te. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë. Hajde Nana Shukri unë përcjellë ka dale. Faleminderit shumë që jarë për atijet. Nera të rrit. Faleminderit për tonë. Jemi kthy pas kësaj pjese emocionale me Nanën Shukrini, non që me forcën e saj na boni fort me emocion. Po këtu janë nonat tona që e ka dhënë djalin për këtë vend, e ka dhënë burrin për këtë vend. Malush Ahmetin joni prej komandantëve më të zot të Drenicës, i cili sot është dëshmor. I kujtojmë me respekt dhe krenari dhe nuk i harrojmë sa të jetë kjo tokë e përjetshme. E kam këtu edhe shtatorën e Kangjelet, po bëhet fjalë për një film, në një ngjarje të vërtetë, dy binjake që ndahen dhe takohen pas shumë viteve, një film që po realizohet në Kosovë, një film i metrazhit gjatë, një film me një ekip jashtëzakonisht profesioniste. Kjo nuk është në shitje, po ju mundeni me përvetësu se unë mendoj faton që nuk ka çmim që e pagun një shtatore edhe një histori të tillë, po na si qytetarë këtij vendi, tu e ditë historinë e këtij vendi, unë besoj që të janis prej meje, se cili për juve ka qef me pas një shtatore të tillë në sirtar, dhe duke përvetësu, duke e blerë në farforme, bëmi pjesë aktive e filmit, edhe nuk e harrojmë historinë, kështu që kush ka mundësi me ble këtë shtatore për me kontribu në film, i lutem mos hezitoni, sepse numrin e kanë të limituar sa shtatore janë në dispozicion, kështu që po ju lusë se cilit që ka mundësi do me pas një kontribut në këtë film që bëhet fjalë për një non, e cila i ka linë 2 binjake dhe fatkeqësisht ka ndruar jetë në ato momente, vajzat janë rrit, janë shkollu dhe janë taku pas 20 viteve të dyja si profesioniste të muzikës, pra në instrumente. Kështu që unë ju propozoj që kush ka mundësi me pas një shtator të tillë, se është krenari dhe respekt edhe dignitet kur e dim historinë dhe e respektojmë historinë e vendit tonë. Faton, faleminderit që ishe me neve sonte, të uroj fat në film, të uroj sukses padyshim se e keni dëshmu veten edhe më herët me filma të tjerë, të cilë kanë pas sukses dhe kanë shku deri në Oscar. Kështu që nuk besoj që ky projekt nuk ka më ecë shumë shpejt sepse është ndurë sigurta, edhe producentës tonë të dashur që në rolin e saj të parë si producente e kemi tash pjesë të këtij filmi,
Arioles, juroj fat, sukses edhe shëndet. A kime hi prapë në big ajo, ta dim. Mendoj që e kam kry misionin tem E ke kry misionin e për pamundur. big, që ja u kam hap rrugën bigave Të tjerë. tjerëve. Të falenderoj shumë shpëtim. Lutem. Na dhurove emocionet jashtëzakonshme. Na historinë e dim, e kena në zemër, e kena në shpirt, e kena në familje tona brez mas brezi, se nuk janë vetëm 26 vjetë histori, po themi që para luftës e mas luftës. Historia jonë daton shumë më herët se edhe para ardhësit tanë. Kjo statuj flet jo vetëm për një nanë, po për gjitha nanat e Kosovës. Si që the ti, kjo statuj nuk ka çmim. Du me cek edhe me vlerësu të gjithë bashkëdhetarët tonë në Mynih, nëse e shpreja saktë, që ishin ata të cilët edhe ja vu një çmim kësaj skulpture, dhe na shkojmë me këtë çmim për të gjithë, për përfundu këtë mision me sukses dhe pa dështim, Patjetër. por për ta çu emrin e kësaj nane dhe gjitha nanave të Kosovës në për çdo cep të botës për me ditë sakrificën edhe mundin e tyre. Sot e kena pas një emision bukur emocional të dashur musafir, unë i kisha liru regjizorin dhe producentën që me shku me u marrë me filmin, dhe unë e ti sak me vazhdu dhe pak sot është data 15 prill kur po realizohet kjo emision dhe shënon datën për vitorin e 27 të masakrës së Slovisë, ku u masakru mbi 47 shqiptarë civil, pa fajshëm, graf, mi, pleq, e kemi pas një simbol në nënzep, një non, kështu që së fund mi është dekoru me medalje nga presidentja, me medaljen e merita o postmortem, Nana Zep, njëna për nanave të forta shqiptare që i ka bartë këtë kufomat vetë, ka hi në polici, natën e masakrës dhe i ka marrë, i ka nxjerrë shqiptarët e masakrum nga e masakër, edhe është këthyri një simbol të forcës. Unë po i liroj këta dhe po flasim pak me djalin e në Zep Fatonën që tash do ta kemi në pjesë të fundit të këtij emisioni. Faleminderit shumë Ariola, faleminderit shumë. Ju shkof marr, shpresoj që ky film me realizu ashtu siç duhet dhe në fund vit me pas të gatshëm për prezantim në festivalet e filmit në mbar botën. Besoj shpejt kemi po jo dhe bota. Shumë, faleminderit respekt. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Jemi këthim pjesën e fundit për sonte bashkë me Isak Nezirin. E thamë më herët, sot shënon 27 vjetori i masakrës Slovisë, njëna prej masakrave më të trishtuara në vendin tonë, ku humben jetë 45 shqiptarë, pleq, fëmijë, u vranë dhe u masakruan. Fatoni sonte me neve, Fatoni bëndysh është djali në Nana Zep që u kthyn simbol të forcës. Pas masakrës Nana Zep tash e ndjer, ka ndruar jetë vitin e kaluar. Nana Zep e ndjer, u fut në polici dhe i mur kufomat e shqiptarëve. Fatoni ka humb 5 anëtar të familjes të ngushtë. Fatoni di që sot është datë edhe dhemshme, po edhe krenarie, sepse gjaku i dëshmorëve i martirëve tonë sot u kthyn në lirinë tonë që na e gëzojmë edhe e shijojmë edhe jetojmë çdo ditë, e jetofshim përjetësisht. Po du me të shpreh ngushëllime për krejt viktimat e masakrës Slovisë, edhe anëtarëve të familjes. Tregom çish po nihesh sot, Faton. Sigurisht nihesh shumë i thym, po ndoshta e gjen edhe pak krenari. Sigurisht që kiku mu inspiru për me marrë krenarin këtë vend tash. Faleminderit shpëtimin nderuar që pikës pari na ke kriju këtë mundësi me prezantuar programin tënd Kosovë Show. Sot është një ditë dhimbje për jo vetëm për familjen time, po për gjithë fshatin. Në 15 Dhe këtë shqiptarët. Gjithë shqiptarët. Në 15/04/1999 në fshatin tonë, në fshatin Slovi, u vranë dhe u masakruan veç e potencove 45 civil shqiptar, ku në besën e tyne nga kuptohet, kur thamë u vranë dhe masakruan nga forcat sërbe, nga ushtarakt, nga forcat policore, paramilitare dhe nga fësinjet lokal që kemi pas aty sërbë. Kjo ditë është ditë me plot dhimbje,
po është edhe me plot krenari, sepse gjaku i tyre u bë gur themel i kësaj lirie që sot ne plagëzojmë. Mirë po, dosh Zoti që këta njerëz mos t'i harrojmë. Jo na kurse si familjar, por edhe institucionet e shtetit bojnë pak më tepër për ta, kur sot kriminalet serb enden të lirë ende para syve tonë nëpër territor të Republikës Kosovës, dhe duhet punohet që këta sa më shpejt kapen, të arrestohen dhe të dënohen. Fal shumë dëshmitarëve të cilët kanë dhënë dëshmi në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës, me një mënyrë në institucionet e drejtësisë dhe në gjykata, sa do është dënu një kriminal sërb, një fshi joni aty që ka qenë. Mirë po, kjo nuk është e mjaftueshme. Nuk e përmbush. Nuk e përmbush atë Sigurisht. krim. Atë krim edhe atë dhimbjen që e kem na si familjar. Mirë po të paktën diçka është bon këtë drejtim. Nëse shka do që flas ma tepër rreth kësaj masakre, kem shumë për me folë për këtë Faton masakre. fal Ajnini, ata pjesëtarët e fshatit që kanë kryer krime në masakër? Pjesa më e madhe dërmuese e tyre njifet. A janë të jetu dikush Jo, për ty jo në në Kosovë? fshatin tonë fatkeqësisht nuk jetojnë ata, se dihet durët e tyre janë të përlame me xhak, edhe kanë qenë diku rreth 70 apo 80 shtëpi, jam shumë i sigurt. Po, Mirë po aty nuk është asnjë sërb. asnjë sa. Asnjë sërb, nëse më lejohet sërb, mi thonë mos pe gradoj me këtë fjalë, po asnjë shka nuk ekziston në fshatin tonë. Mirë po janë për rreth fshatra tjera që janë edhe në territor të Kosovës që kanë pa njerëz, që i kanë pa ata kriminal. Na nazep na la vitin e kaluar. Po. Ndjes pas, Po. edhe u kthy në një non i saksin, nona tona mo, si nona Shukri që ishte më herët tu. Kum pas rastin ta njeh në nëzit Ke pas rastin me njo, pra ata sot e kam stilë dhe fatonin këtu sepse e ke vizitu sa u kanë gjallë. E vërtet. Në Nazep. Unë e kam intervistu 2 herë dhe kam kalu në emosione kogja të rana me intervistën me Nënën Zep. Emocion për shkak të forcës dhe të guximit edhe të rezistencës që ka pas në Nazep. Unë e kujtoj me shumë respekt dhe dashni se ka një herë dhe më ka shoh, mandej faton. Shumë e vërtet. Ka një herë dhe më ka pe dashnis, më ka shoh se ka Shumë pak vërtet. shojke në Nazep. Shumë e vërtet. U ka një non kështu pisnike, një non bujare që unë kam e kujtu sa të jam gjallë. Edhe kam e kujtu njonin prej emisioneve ma me emocion që na heri kumbo. U kon knasi me nejtë në Nënzep, e lema me pas knasin edhe me intervistu. I ka pas 2-3 amanete i sak. Me ba një liber për masakrën në Slovis, me u vorros me ndërime ushtarake, edhe me pas një kull, nëse nuk gaboj vëton. A jam i këfjell, dhe më thonë. Shumë Dhe i këtu jam i sakt. I sakt, libri është ba, është vorros me ndërime ushtarake, Të UÇK-s. të UÇK-s, të Të UÇK-s, shpistarëve të UÇK-s, po. të UÇK-s, po ata janë simboli i vendit tonë. Shumë e vërtet. Kur i kemi ushtarë të UÇK-s, i kemi krejt Shumë e vërtet. çdo institucion tjetër është në atë emblem. Edhe ka pas një amanet ndërtimin e një kullës me pamje tek e kavorët, ka martirët e Slovis. Nëse nuk gaboj paton kulla është deri në kulm. Nëse nuk gaboj është mbulu. Shumë është të vërtet, këto që po e thu, fal emisionit juaj, fal teje. Unë s'kam bë kur gjë, domethënë është puna më e vogël që na ka bë. Ke bo një punë shumë madhe, sepse nanat tona, jo vetëm nana jem, po gjithë nanat shqiptare janë shumë të vujtne, janë shumë të tjekne. E vërtet. Tu nis prej kushteve në familje që kanë jetu në kushtet ma primitive, fëmi kalablak, mosafer, po du pak me Si potencu, theshin skam jo i non. skamje e madhe tjera, mirë, po tash edhe kjo funda, lufta e fundit, i dërmoj krejt, gjitha. Nana jem, nana Zep, si gjithë nana tjera, pas gjithë aty në vujtjeve, ato vujtje i shëndroj në një emocion të ndresës dhe të forcës, një nanës heroin, gjithmonë na ka majt, jo neve si familje, po i ka majt edhe familje tjera që kanë qenë në lkurën në tonë, po edhe poplin shqiptara në mban, jo vetëm në teritorin e Kosovës, po edhe jashtë Kosovës. Mirë po ajo, një ditë për ditëve më thot, birë, thot, unë jam në mosh, edhe do të me shkuen për atje, thëki. E kish fjallën të antarët e familjes edhe në botën e amshimit. Mirë po, du me të ngarku me 1-3 gjana cilat vetë vërmene, dhe fal emisionit tuaj, edhe fal asaj reklame që është bëhe madhe, na u ofron njerëz shumë, që na premtuan
që do t'ju ndihmojmë për çështjen e tretë, domthonë të kullës e muzeut historik. Mirë po ata të cilët shumë dhanë premtime pak realizuan, fatkeqësisht top e them. Premtimeve të veta të cilët ju nejtën afër, janë disa prej tyre nëse më lejohet. Patjetër. I kisha cek. Është obligim. Është një gurbetçar kështu pequj, një Arsim Hashani, nga Gjelani. Njëri për djemve në gurbet që janë për djemve ma të sinqertë dhe ma të mirë që kam takuar në herë në diasporë. Këtë diaspora janë të mirë, po. Gjithë mirë, po... Arsimi e ka dhënë kontribut shumë të djalë madh. fantastik me këtë familje. Po, një kontribut shumë të madh, një djalë me një bagazh shumë të madh, edhe kombëtar, edhe humanitar. E vërtet. Na është afru, edhe aty kemi fillu hapat e parë të punës, domethënë Themelet e kullës ndërtimit saj, që u ka një emocion i veçantë. E vërtet. Jo vetëm për familjen, po edhe për nënën Zep, sepse ishte ëndër e saj që edhe dëshirë shumë e madhe e saj që t'jetë një monument historik për krimet barbare, kriminale të cilat i ka bëhen okupatori serb. Mirë po, mas ti, është edhe komuna Lipjane që e dha një kontribut simbolik, edhe ajo është Abedin Saliju, Dino Kompani, është Besart Krasniqi, Rama Petrol, Rama Komerc, që e përfaqëson ka dy kompanit vetat, është Fadil Sopi, 7 vëllezrit, është Banush Fazliu, vëllezrit e bashkuar, kurse përmes një personi i cili mirët me humanitet, Agon Zhinën po tokën, Po, Agoni, fejsoj. janë ofruan 3 donatorë, cilët kanë firmat e tyre, edhe këta duhet t'i ceki patjetër se mos ju zborgj, është Enis Demiri, Joni Beton, është mentor Jashari, edhe Lulzim Dragacina që kanë firmën Brand Invest në atë kohë, se ka një periudhë kohore që kemi fillu më ndërtimin e saj, e tash nuk e di, a është kjo Fator sa vjetin bo? Prej 2021 kemi fillu, do që ka fillu Kurthemeli. Kurthemeli viti 5, është Burim Piraj, Meka Halal Food, është Liridon Kalenderi, firma Liri, dhe është Basa Sulejman, Neziri Plus Market, që edhe përshëndes është në mosh nga emisioni juaj, shfrytëzoj rastin ta përshëndes. Gjithashtu edhe na. Kem edhe donatorë të tjerë shumë që në emisionin paraprak që kemi i kom falendëru, do t'i falendërojmë, kemi edhe tjerë. Besoj që ju këtë në emisionet tjera do t'i përmendim me një listë. Edhe një pllaki me qitë. Po, ajo është gjithçysh patjetër. Ka ndihmu këtë familje. Shumë e vërtetë. Tash e kemi gjendjen kështu. Kulla ka shku deri në Kulm. Është qit Kulmi, është ndërtimi i Vllazhit. Edhe na ka me çati publike tash. Një kull që në nom e jona ka pas ëndër më bë. Edhe iniciativa këtyre njerëzve, plot njerëzve të tjerë që i përmendin Fatoni, ka ardhur deri në këtë fazë që është ndërtimi i kësaj kulle në fshatin Sllovi, është ndërtu deri në, të thojmë na, pikën jashtë mjaqit. Pikën jashtë ka kulla, po me jetësu, po na duhet edhe pak. Isaku e ka takuar në Zep, nëse nuk gaboj, Isak. Po, shpëtim Fatan, faleminderit. Unë kum takuar në Zep, kum pas rastin të takoj dhe ju tham sinqerisht rrugës për në takim në Zep, unë kum pyet veten disa herë çka i thamë në asaj nane. Po, sigurisht. Qysh çase mund ta jonon. Vërtet. Por për momentin që në Zep na ka hap derën, na ka prit në shtëpi, edhe e thot në dëgjohet duke thonë edhe në video kur unë e kam incizu që të mbet ajo video, thot që vetë fakti që i ardhën këtë shtëpi, po më doket si me unë gjallë 5 antarë të familjes tem. Dhe kjo për mua në kupton shumë. Sigurisht. Do thot, ato pyetje që unë kisha bërë paraprakisht qysh unë çasëm të në Zep, më dha me kuptu që unë jam një antar i asaj familje. Dhe konsideroj që unë jam pjesëtar i familjes dhe tham tash me përgjegjësi të plotë, që kemi bisedu, unë e kum pa kullën atëherë kur kam qenë te Fatoni, e kemi bisedu situatën e kullës dhe unë po e tham tash që mrena ditëve javës që vjen, na do të fillojmë me lëvizjet tona që ta përfundojmë kullën e në Zep, se unë mendoj që kemi amanet të përbashkët. Bravo, Isak. Dhe kjo Do të thonë unë për nuk doshta me të qunë këtë drejtim, po ti e ke një dhe ke ndije edhe po e thu dhe publikisht që kulla në Zep, jo që në Zep, po një kullë shqiptare në Sllovi ka po kry.
Absolut, unë mendoj që kulla e Nana Zep, na mundi me thonë kulla e Nana Zep, po është kulla e Slovisë, masakrës së Slovisë, 45 të masakruarve, të vrarëve, është në ditën që sot të kemi për vjetorin e tyne, dhe unë prapë po e tham, me që unë jetoj jashtë vendit, ose më mirë thonë kam jetu deri tash jashtë vendit, unë mendoj dhe konsideroj që jam antar i familjes për shkak se pritja që më është bën nga Nana Zep është e papërshkruar. Afërsia dhe ajo dhimbja që ajo ka vrejt tek ne, e ka kthy në po e tham tash në krenari, që ne mos përjetojmë një dhimbje të thellë, që ajo ka përjetu. Unë mendoj që ja kemi borxh. E vërtet. Mendoj që ja kemi borxh dhe do e përfundojmë kullën bashkërisht. Faleminderit Na shumë. do e Isak, po e merr përfundojmë përsipër me përfundu. Po, Bravo Sko. me përgjithësi plot. Faleminderit Çe shumë. po obligatoshur një shqiptar që na Me vjen përgjithësi plot. prej si plot shqiptarë tjerë që na vijnë prej diasporës dhe kontribuojnë dhe bëjnë punë të mira në këtë vend. Respekt Isak për punën që ke bërë deri tash, e kime e bën në vazhdimsi. Unë po të them sinqerisht po ta kam lakmi. Faleminderit. Edhe për vullnetin, edhe për guximin, edhe për forcën që i gjon për me ndihmu dhe me kontribu në këtë vend. Shumë faleminderit. Ato në emën të Isakut për hajt kuftë. Nëse më lejohet, Patjetër. isha shumë me kënaqësi. Patjetër, Shumë faleminderit, shumë respekt. patjetër. Shumë faleminderit. Patjetër. Shumë faleminderit. Qoftë gjithmonë Bashkërisht ja nderuar dalim. Mollë Zot. Shumë faleminderit. Bashkërisht e dalim. Shumë faleminderit. Mas këtij përqafimi dhe shtrëngimi durve unë pato nuk e kisha zgat më shumë, se çka do që thoj mas këtij fjalimi për mbyllës të Isakut, besoj që është veç e tepruar edhe për janës tem, edhe fjalët e mëdha nuk dojnë koment dhe veprat e mëdha nuk dojnë koment. Shihet ajo. Krejt për fund, nëse Patjetër. më lejohet, kisha dashur me thonë në momentet e saj të fundit të jetës, që ka plënë një smundje rreth 1 muaj e gjys, afër 2 muajshit, po fatmirësisht momentet e fundit ka ardhur, nuk ka pas 2 ditë që ka ardhur zotëri Isaku edhe e ka vizituar, edhe më tha, birë tha, une në hyjmet të emergjencës të shti. Unë tha po vdes. Thash që të thonë, ati se gjithmonë kemi bo shaka me to, thash po t'i ngrej zylyfët, nuk dënë zene se po boj gara me Shumë to. kam. Jo, tha, unë tha këtu, tha po hi, tha e gjallë po, nuk dalë, tha e gjallë për këtuit. Vesh një sen, tha pa të thonë, ati burri që konë në shtëpinë tonë, kur mos jo daj. Rej afer. A këto thash që në, mua jem shqiptar, ajo është ku e ceku pak më herët, është pjesëtari i familjes tonë. Në qatë mënyrë, jo që e kemi prit na, po ne ka krijuat edhe ju, edhe zotëri Isaku, ne ka krijuat atmosferë, sa që sikur me pas konë Është fëmiu traditë i edhe nënt, jona, i familje, shqiptarë, i është traditë nënëzet, jona, po, sigurisht. edhe kështu që edhe për fjalën cilën ja ka dhënë në zep, po cilën e tha këtu, pavarësisht këtyne këto janë gjona materiale të cilat zotëri Isaku është me të vërtet pjesëtar i familjes tonë, është fëmiu i nënt i nënën zep. Për sa të ekziston kjo botë, kjo dynjë. Me të vërtet eshnat e saj atëherë ndihen rahat në që ku prehen sot pranë varresave të 45 të rondhve për liri që janë në përballë shtëpisë tonë dhe përballë kullës që do të rregullohet dhe do të vizitohet prej gjithë njerëzimit kush e ka atë dëshirë më me vizituar me pas se çka ka bëhen kriminalët serb. Pra unë edhe një herë këtë për fund falenderoj shumë. Ke kriju një emocion me të vërtet që sa po nina i emocionum, po nina dhe shumë krenare. Që ka kësi burra të fjales se na kemi pas edhe një emision para plak që du dhe këto të cekit edhe një dhe gjithë opinioni që me një emision të shpetim desku që kemi pas Kosov Show live dhe ma një mbremtu shumë euro. Dikun ka dal humanisti Ymer Troshupa me në Facebookun e tina që ka potencu për 2 orë grumbullum rrëth 105.000 euro. Në fakt, ishin konë fjallë ato, e të më kuptuën, unë me knatësin më të madhe i përmena këta donatorë dhe falenderoj shumë. Kemi edhe shumë donatorë tjerë, mirë po, nuk e kemi realizuat shumë kurric. Ato i kemi me gjitha provat materiale, me gjitha gjanat që nesër mas nesër do të nalmi vetëm me këtë emision, sikur do të kemi edhe misione tjera, për qashtë në kësaj pune, do dojmë të dëshojnë tjerë. Për ty respekt shumë, për familjen e tuaj shumë respekt, se me të vërtet po realizohet një ëndër asaj që ka vdekë edhe ka shku me atë ëndër botën e apshimit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Isak, faleminderit shumë. Shimin në projekte tjera dhe në punë tjera, Isak. Paton, faleminderit shumë. Respekt. E di që sot është datë historike për juve, e di që keni dhimbje dhe krenari, faleminderit që erdhe bashkë sot në këtë datë. Nuk diskutohet, me knasin më të ka madhe. plu me dhimbje, po sigurisht me krenari.
Me knacin më të madhe. knacime të pas. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Sa faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Publikë dashur, kaq ke person të shihimin në emisione tjera, sonde keni emision goxha me emocion, po për këtë punë edhe jena këtu. Faleminderit Patjetër. shumë. Natën e mirë.